Shumë njerëz kanë dhimbje qafe ose të shpinës. A janë këto raste për fizioterapi? Zakonisht dhimbjet e qafës dhe shpinës në 95% rastave shërohen me fizioterapi. Tash ka raste kur dhimbja e qafës është një pasojë e një hernie ndoshta shumë të madhe apo një degenerimi shumë të madh të aspektet të unazave apo edhe në aspektin e një fasete apo ligamente apo tetivave apo çfarë do që ka lënë në mesin e unazave të qafës, atëherë dohet së pari të bëhen imazhëri të ndryshme, së pari rentgeni apo rezonanca magnetike që të shtrihet sakt se çka është problemi dhe çka mund të bëjmë pastaj. Nëse problemi është që mund të zgjidhet me fizioterapi, që zakonisht është për shkak të këtyre problemeve që na prekin çdo ditë, qëndrimi gabun, telefoni, fjetja gabim, ngritja peshave gabim, të gjitha këto aktivitete e çojnë ujë mbi atë. Ishta më pak më shumë te rëndësia e gjumit, që bojna na gjumin, qysh ndikon në shpinë edhe në qafë? Gjumi ndikon direkt në problemet e shpinës dhe të qafës. Mënyra e fjetjes të cilat bëhen, duhet ketë shumë parasysh nëse ka problem, por edhe nëse nuk ka problem personi, sepse sjellja e problemeve pastaj do të jetë shumë e madhe. Mënyra më e mirë për fjetje është mënyra në shpinë ose në krah, krahun e gjatë ose krahun e majtë, asesi në bark, nuk bën të shtrihet pacienti apo personi. Në krah kur shtrihet duhet të ketë në këmbë të elakuara me një jastak në mesin e gjunjëve, edhe një jastak të hollë në kokë. Ndërsa kur shtrihet në shpinë duhet të ketë një jastak të hollë në kokë dhe një jastak në gjunjë. Në mënyrë që kjo është pozita pushuese edhe unazave dhe nyjeve periferike. A ka disa ushtrime të thjeshta që mënesh me na i tregu që në mënyrë mi shmang këto probleme, që mujna mi bo gjatë ditës? Po ka shumë ushtrime që bëhen, edhe për shpinë edhe për qafë, që janë shumë dobishme për neve nëse rrina një kohë gjatë ulën apo në punë apo në aktivitetet ndryshme, sidomos tash që shumë pacienta qëndrojnë me orë tëra në kompjuter apo ka dhe shoferat ndryshëm, që vazhdimisht të bjen puna njëjtë dhe qëndrimi për një kohë gjatë shkakton shumë problemet nga një herë dhe të pariporueshme. Granit, çka me bo kur na kap ngërçi? A duhet me prit, a me ushtri, a me lëviz, çka duhet me bo? Kur kap ngërçi, duhet me zgjatja atë muskull. Zgjatja që ati muskull e liran ngërçin. Por duhet me shiku pastaj edhe shkaktari pse ka sjell qatë ngërç. Shkaktari zakonisht është ky bllokimi muskular që folëm më herët. Por një shkaktar tjetër është edhe mungesa e magneziumit. Duhet me shiku edhe me bë analizat e magnezit nëse ka mungesë, se ngërçet prej dy shkaktarë më të shpesht janë kontraktura, bllokimi muskular që ka shkaktu krejt ato aktivitete që folëm më herët, dhe pastaj mungesa e magnezit që duhet më pas dyat parasysh. Po kur ndodh ajo, atëherë duhet me qetësu veten, jo me marrë diçka stresuese, se pastaj edhe stresi mundet me ndiku që mu bën ngërç akoma më shumë, por duhet me bë një zgjatje, dhe nëse nuk lirohet me zgjatje, duhet me bë një shtypje direkte në vendin ku është bërë ngërç.